Televizioni Alsat më për së dyti herë në bashkëpunim me Shkollën e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publik do të ndajë bursa për 2 maturantë të shkollës së mesme, të cilët janë ambiciozë dhe duan të bëhen gazetarë. Prej sot është i hapur konkursi shprehu nëpërmjet mediumeve, i cili do zgjatë deri më 25 mars, ku mund të paraqiten të gjithë interesuarit të cilët shkollimin duan ta vazhdojnë në Shkollën e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun. 2 persona të cilët do të fitojnë bursën e Alsat më përveç bursë të rëndësishme për shkollimin e tyre 3 vjeçar në fakultet, do të fitojnë edhe mundësi për punësim pasi të bëhen gazetar. Për të konkuruar për bursë, maturantët duhet të dorëzojnë tekst, fotografi apo videoklip në temë jemi të njëjtë. Tema duhet të ngërthejë multikulturën dhe prodhimin multimediatik, të tregojë se të rinjtë dhe pse vinë nga bashki të ndryshme, megjithatë ndajnë nevoja dhe interesat të përbashkëta. Maturantët duhet të konkurrojnë në gjuhën amë dhe të gjitha prodhimet mediatike të cilat do t'i pranojnë do të shpallen në web platformën e parë të shkollës së mesme www.multiviamedia.edu.mk.